Ndërsa Malizi po afrohet më shumë se kurrë me vijën e finishit të antarësimit në Bashkimin Evropian, pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor rrezikon të përballet me një realitet të ri politik, jo hyrje në BE, por integrimin në një hapësirë të ndërmjetme europiane, ku lëvizja e lirë, tregu i përbashkët dhe bashkëpunimi institucional do të zëvendësojnë të paktën për një periudhë të gjatë antarësimin e plotë. Kjo është tendenca që po merr formë gjithnjë më qartë në qarqet vendimarrëse të Brukselit dhe kryeqyteteve kryesore europiane, ku zgjerimi nuk shihet më si një proces linear dhe i pashmangshëm, por si një ekuacion komplekse i sigurisë, ekonomisë dhe interesave politike të vetë Bashkimit Evropian. Në këtë panoramë të re, Malizi është vendi që ka arritur të pozicionohet më mirë se të gjithë fqinjët e tij, pavarësisht krizave të brendshme politike, rotacionit të qeverive dhe polarizimit të fortë institucional. Podgorica ka ruajtur një objektiv të qartë strategjik dhe ka avancuar në kapitujt e negociatave me një ritëm që sot e bën kandidatin më serioz për të bërë antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian. Për herë të parë pas Kroacisë, një vend i Ballkanit Perëndimor shihet realisht si pjesë e afërt e Unionit. Shqipëria ndërkohë vazhdon të shes optimizëm politik, por realiteti është shumë i ndërlikuar nga sa paraqitet në deklaratat zyrtare. Qeveria e Tiranës ka investuar një sasi të madhe propagande në idenë se vendi po ecën me ritme të shpejta drejt Europës, por propaganda nuk mund të zëvendësojë progresin real. Në shumë aspekte Shqipëria vazhdon të mbetet peng i problemeve që Brukseli ka evidentuar prej vitesh: korrupsioni i nivelit të lartë, kapja e institucioneve, mungesa e ndëshkueshmërisë politike, emigracioni masiv dhe dobësia strukturore e shtetit ligjor. Paradoksi më i madh është se Shqipëria gëzon sot një avantazh gjeopolitik që nuk e ka patur kurrë më parë. Lufta në Ukrainë ka kthyer Ballkanin në një hapësirë me rëndësi strategjike për perëndimin. Tirana është rreshtuar për asnjë ekuivok në kampin euroatlantik, ka mbështetur politikat e NATO-s dhe ka ruajtur një profil të qëndrueshëm në raport me aleatët perëndimor. Por gjeopolitika nuk mund të kompensojë pafundësisht mungesën e reformave të brendshme. Në një moment të caktuar, Bashkimi Evropian do të kërkojë rezultate konkrete dhe jo vetëm deklarata besnikërie politike. Kjo është pikërisht pika ku qeveria shqiptare shfaq deficiencën e saj më të madhe. Për vite me radhë, integrimi evropian është përdorur si slogan elektoral dhe jo si projekt kombëtar. Çdo raport pozitiv nga Brukseli është paraqitur si fitore historike, ndërsa çdo kritik është relativizuar ose fshehur, në vend që procesi i integrimit të shërbente si mekanizëm për transformimin e shtetit, shpesh është përdorur si instrument marketingu politik. Kjo ka krijuar një endek të madh mes perceptimit dhe realitetit. Nëse Europa po lëviz drejt një modeli të ri integrimi, Shqipëria rrezikon të jetë një nga vendet që do të përfshihet në të. Një Schengen i lehtë ballkanik, i lidhur ngushtë me tregun evropian, mund të ofrojë përfitime ekonomike dhe lehtësira lëvizjeje, por ai nuk përfaqëson ëndrrën europiane që ju premtuar shqiptarëve. Ai nuk jep të drejtë vote në institucionet europiane, nuk jep përfaqësim të plot politik dhe nuk e vendos vendin në nivelet e shteteve anëtare. Në thelb do të ishte një status periferik, ku detyrimet afrohen me ato të anëtarëve, por të drejtat mbeten të kufizuara. Rreziku për Shqipërinë nuk është vetëm që të mbetet jashtë Bashkimit Evropian. Rreziku më i madh është që të bindet se kjo është e mjaftueshme, se një integrim i pjesëshëm mund të zëvendësojë antarësimin e plot, se hyrja në tregun evropian pa hyrë në strukturat vendimarrëse është një sukses i barabartë me antarësimin. Pikërisht këtu duhet nis debati serioz kombëtar, sepse ndërsa Malizi po numëron kapitujt e fundit drejt antarësimit, Shqipëria vazhdon të numërojë konferenca, samite dhe deklarata optimiste, ndërsa Podgorica po mat afatet e hyrjes në Union, Tirana po mat suksesin me fotografi diplomatike dhe premtime për data që vazhdimisht shtyhen. Diferenca nuk qëndron vetëm tek Brukseli, diferenca qëndron edhe tek mënyra se si secili shtet e ka trajtuar procesin e integrimit. Në fund, pyetja nuk është nëse Bashkimi Evropian do të ndryshojë modelin e zgjerimit, shenjat tregojnë se kjo tashmë po ndodh. Pyetja është nëse Shqipëria do të jetë gati për antarësim kur të vijë momenti vendimtar, apo do të mbetet pjesë e një kategorie të ndërmjetme europiane, ku vendet janë mjaftueshëm afër për të zbatuar rregullat, por ende është shumë larg për të marrë pjesë në vendimarrje, shkruan Politico. Nëse kjo e fundit ndodh, përgjegjësia nuk do të jetë vetëm e një Europë të lodhur nga zgjerimi, ajo do të jetë edhe një klase politike shqiptare që për vite me radhë trajtoi integrimin si slogan, kur duhet ta trajtonte si reformë më të madhe shtetformuese të historisë moderne të Shqipërisë. Dhe historia zakonisht është e pamëshirshme, me vendet që ngatrojnë propagandën me progresin.